parimet bazë të dhënies së shërbimit mjekësor. Pse mendoni kështu, doktor? Dhe tash në mjekësinë moderne, parimi thelbësor i dhënies së shërbimit mjekësor është non nocere, primum non nocere, do së pari mos dëmto. Ne, duke ju dhënë hormone të miturve 14 vjeç, 13 vjeç e gjysmë 14 vjeç, ne dëmtojmë rënd shëndetin e tyre, duke filluar që tek shëndetin hormonal, deri tek ai psikoemocional dhe sistemin muskuloskeletik. Dhe në mënyrë të parikthyer, irreversibël, dëmtohet fertiliteti i këtyre individëve. Pra, ju po thoni që kjo bie ndesh me parimet të shëndetësisë pikërisht për këto arsye që ju i përmendët apo jo? Absolutisht, absolutisht. Ne, domethënë, duke qenë se këto transseksualët, transgjinorët ndjejnë, nuk janë sigurt për identitetin e tyre gjinor, mjekësia duhet dojmos të mbështeti që këto të rikthehen në rrugën e duhur, të mbështeti që nga ana psikoemocionale dhe në çdo drejtim tjetër. Çdo individ lind në këtë botë, mashkull ose femër. Ose intersex. Ka kromozomet XX ose XY, ka shenjat sekondare gjinore dhe shenjat parsore. Po çfarë të bëjmë ose si të trajtojmë persona që nuk ndihen si të tillë? Apo nuk linden si të tillë? Atëherë, së pari, një person 14 vjeç, quhet i mitur. Ky nuk mund të ketë autoritetin ligjor të shes një biçiklet fjala vjen. Dhe jo më të marrë vendime të rëndësishme për të ardhmen e tij. Apo për gjinin orientimin e tij. Po, sepse ai është juridikisht i papjekur për të marrë vendime të rëndësishme të jetës së tij. Dhe shërbimet mjekësore duhet dojmos që këtë ta ndihmojnë që të kthehet në identitetin e tij biologjik, identitetin në të cilin ka lindur. Do doja shumë ta dëgjoja dhe mendimin e psikologës, se të kthehemi pastaj edhe tek të tjerët që kam këtu në studio. Bona, si e sheh këtë zhvillim apo këtë vendim të Ministrisë së Shëndetësisë? Keni ndani të njëjtin mendim me doktorin parafolës? Unë jam plotësisht dakord me doktorin dhe unë në fakt sot kur kam marrë këtë ftesë me shumë kënaqësi e kam pranuar, sepse në radhë parë, përpara se të flas rreth rolit të shëndetit mendor, sidomos tek adoleshentët, se ne po flasim tani ky ligj që ka dalë, bëhet fjalë për fëmijë 14, 15, 16 vjeç. Po përpara se të them diçka, doja të thoja që unë besoj plotësisht tek institucioni i familjes, që është baza e shoqërisë. Edhe familja është ndërtuar nga një nënë dhe një baba, nga një burrë dhe një grua, dhe çdo gjë tjetër del jashtë natyrës që në një farë mënyrë Zoti ka krijuar. Kjo është gjë e parë dhe unë dua të ndaj këtë në cilësinë e një gruaje, në cilësinë e një nëne, se kush do donte që një fëmijët e tyre të ndryshonin gjinin. Gjithsesi, do të flas edhe pak rreth Po do doja, me qenë se ju jeni psikologe, na folni pak se çfarë është disforia gjinore dhe si përjetohet nga personat që e kanë. Po normalisht tani unë gjithsesi dua të flas për pjesën e adoleshentëve 14, 15, 16 vjeç. Ata kalojnë nëpërmjet një zhvillimi, një zhvillimi mendor, psikologjik dhe nuk kanë vendimarrje që të marrë një vendim kaq drastik në jetën e tyre. Kështu që është shumë e rëndësishme që këta fëmijë të dëgjohen në radhë parë nga prindrit dhe e dyta është që duhet të dinë që shpeshherë adoleshentët kanë edhe një konfuzion të identitetit të tyre për shkak të
të zhvillimit të tyre në adoleshent,